Ura e Mesit vjen të jetë një nga destinacionet më të vizituara në Shkodër, duke tërhequr çdo turist nga vende të ndryshme të botës, të cilët mbeten të mahnitur nga bukuria e saj, natyra përreth dhe mikpritja shqiptare. Vizitorët nuk i kursejnë vlerësimet për Shqipërinë dhe Shkodrën. Një turiste nga Australia shpreh se është e impresionuar nga gjithçka që ka parë. I loved it. It was very pretty. Deri tani më ka pëlqyer shumë, njerëzit kanë qenë shumë të sjellshëm, gjithçka është kaq e bukur, është vërtet fantastike. Më pëlqeu shumë, të gjithë janë jashtëzakonisht miqësor. Kjo është shtëpia ime e dytë, kjo është zemra ime, këtu janë sytë e mi, besomuni ky është vëlla im, vëlla ynë. Është thjesht e mrekullueshme, është krejt ndryshe, është hera ime e parë në Shqipëri, bërita vetëm dje, vendi më i bukur në botë dhe njerëzit më të mirë në botë. Shiroka. Kam ardhur disa herë në Shqipëri, më pëlqen shumë Taraboshi, Shiroka dhe tani kam shoqëruar disa miq për të vizituar Urën e Mesit, po Shqipëria është shumë e bukur. Rroft të Shqipëria. Monumenti i trashëgimisë kulturore i rrethuar nga peizazhi i mrekullueshëm natyror, po shndërrohet gjithnjë më shumë në një nga kartolinat turistike të Shkodrës, duke lënë bresa të veçanta tek vizitorët vendas dhe të huaj.